Vazhdojmë me hadithin e 7, feja është këshill, nga Ebu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, transmeton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë feja është këshill. E pyetën për cilin, o i dërguari i Allahut. Ajo përgjigj për Allahun, librin e tij, të dërguarin e tij, për imamat, prisat, sunduesit e muslimanë dhe për të gjithë njerëzit e thjeshtë. Transmeton Imam Muslimi. Fjala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, feja është këshill, është fjalë gjithë përfshirëse që pohojnë rëndësinë që ka këshilla në fe, se ajo është baza dhe shtylla që e mban atë. Në këtë kuadër ka zbritur edhe hadithi i Xhibrilit, ku i dërguari i Allahut e komenton Islamin, imanin dhe ihsanin me të gjithë fen, duke thënë ai ishte Xhibrili, erdhi t'ju mësoj fen tuaj. I ngjashëm me të është edhe kjo fjali ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, haxhi është qëndrimi në Arafat. Duke qenë se Arafati është shtylla më e madhe e haxhit, pa të cilën haxhi nuk ka vlerë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend Arafatin dhe ka thënë haxhi është Arafat për t'i përmbledh gjitha këshillat dhe obligimet që kryen haxhit kur Zotin të shkoni sa më shpejt në ato vende. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur vuan re këtë kujdes dhe rëndësi që i kushtoi këshillës dhe kuptuan gradën e saj, të lartë pyetën për kë. O i dërguari i Allahut, ndërsa ajo përgjigj duke renditur 5 të referuarave në hadith. Një grup i madh dietarësh që kanë komentuar hadithin, po prej tyre që ka komentuar më së miri është dietar Ibn Salahi në librin Siyanatu Sahih Muslim. Ai shpreh kështu: këshilla është një fjalë gjithëpërfshirëse, e cila kërkon prej këshilluesit që të këshilloj në format më të mira, si për nga dëshira, ashtu edhe në praktik. Si për nga dëshira, ashtu edhe në praktik. Për arsye që njeriu kur këshillon vllazni, dhe njerëzit të cilët i ka këshilluar, e shohin këshilluesin që ka dallim praktika e tij për këshillës që ja ka thonë, edhe Allah xhaleshan kur thotë lima taquluna ma la tafalun, përse po thoni atë që nuk e veproni, përse po thoni atë që nuk e veproni. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë vetëm këshillues, por ka qenë edhe praktikues. Një ngjarje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar sahabët, dhe sahabët kanë prit pasi janë mësuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas këshillës, kryerjen e këshillës apo praktikës në vepër. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i merr shokët e Medinës, niset me kry umrën për Mekë. Takohet me pabesimtarët, pas disa bisedime, negociata, vendosin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të kthehet në Medinë. Edhe të ndërpritet lufta mes muslimanëve dhe jo muslimanë për 10 vite. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte veshur ihramin, kishte marrë me veti kurbanet, po tash po duhet më kthy rrugës. Po i këshillon sahabët që t'i presin flok në vendin që kanë qenë, dhe t'i prejnë kurbanet me të cilat i kanë bërë me vete. Sahabët po ndëgjojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po janë mësuar gjatë jetës tina me pa veprën. Që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë me qenë i pari, këta me qenë pas tina. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e sheh heshtjen e sahabëve, hyn në vend qëndrimin ku ishin familjarët e tij, dhe nëna besimtarëve, Ummu Seleme, i thët ja Rasulullah, ata janë mësu duke të parë ty. Ata janë mësu duke të parë ty. Ka thonë dil, thirre berberin, fillomi prej flok, edhe shiqa. Doli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e thiri berberin, filloi me prej flok dhe si e pon sahabët veprën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çfarë bën? Vrapuan, luftuan se cili nga ta do t'i prejnë flok para të tjerëve. Cili nga ta do t'i prejnë flokët para të tjerëve. Pra, këshilla e Ibn Salahit, këshilla është një fjalë gjithëpërfshirëse, e cila kërkon prej këshilluesit që të këshilloj në format më të mira, si për nga dëshira, ashtu edhe në praktik, kërkohet nga çdo musliman dhe muslimane që t'jenë shembull në veprat e tyre. Që t'i qëndrojnë fjalëve të cilat i kanë folë
në veprime gjatë ditës dhe natës. Nëse dikush i këshillon të tjerë se namazin në xhami është 27 herë më i vlefshëm se namazin në shtëpi, ndërsa nuk del në xhami vetëm ditën e xumo, atë këshilla ati më të vërtet nuk zën vend. I përvojë si hoq, jo të gjatë, dhe duke e pa llojin e xhamatlive në qytetet tona, apo në shtetin tonë, i bën një përfundim personal. Ku më thonë, edhe i qëndroj fort besnik kësaj thonje. Sikur Zoti Xheleshanu mos ta kish bërë obligim namazin e xumos në xhami. Sikur Zoti Xheleshanu mos ta kish bërë namazin e xumos obligim në xhami, një pjesë e madhe e namazlive në vendin tonë do të kishin lindur vdekur pa hy asnjëherë në xhami. Do të kishin lindur, do të kishin vdekur pa hy asnjëherë në xhami. Kemi prej atyre të cilët një herë në javë vinë në xhami dhe kemi prej atyre që din kur zbrit hoxha nga hutbja, hoxha duke zbrit, ata duke hyrë në derën e xhamisë. Pra me të drejtë, mendoj që kam thënë, pa i hyn hak atyre, që sikur mos t'i shkon që të 2 recate, obligim i domosdoshëm me imamin në shtëpinë e Zotit, ata nuk do të kishin hyrë as për ata 2 minuta apo 4 minuta. E pra të mundohemi të jemi nga ata musliman që ato të cilën e folin e praktikojnë gjatë jetës së tyre. Këshilla që bëhet llazni për Allahun e Madhruar do të thotë ta njësosh Allahun Xheleshanu. Që njësimi i Zotit Xheleshanu në vendin tonë ka nevojë të thirret, të këshillohet ky popull, të mohen ligjërata të pandërprera, të shpërndohen libra që thrasin në thirrjet njësimit Zotit Xheleshanu ashtu që shkërkon Zoti Xheleshanu. Ta cilësosh Allahun Xheleshanu me cilësitë e tij të plota dhe emrat e tij të bukur. Dhe ta pastrosh nga punët që bien ndesh me to. Të largohet punëve të ndaluara që Allahu Xheleshanu i ka ndaluar. Të praktikoj me sinqeritetin më të madh bindjen ndaj Allahut Xheleshanu dhe adhurimin që Allahu e do. Të doj dhe të urrej për hir të Allahut Xheleshanu. Ti luftoj ata që e mohojnë Allahun Xheleshanu. Ti ftoj dhe të nxjisë të tjerë për të kryer këto vepra. Dërsa këshilla për librin e tij do të thotë: të besoj, ta madhëroj dhe ta nderoj atë. Ta lexoj ashtu siç duhet, të qëndroj aty ku urdhërohet dhe jo aty ku ndalohet, të kuptoj dituritë dhe shembujt e tij, duke i ftuar edhe të tjerët. Ti dal në mbrojtje këtij libri, kundrejt shtrembërimeve të ekstremistëve dhe sharjeve të mohuesve. Vllazni prej sendeve që më të vërtet ka nevojë njeriu, që ndoshta mendon kanjëherë që më të vërtet disa sqarime në vendin tonë. Mirë, po kur del në terren e shes që më të vërtet vendin tonë ka nevojë të fillohet shumë çështje nga fillimi i mësimeve të fesë islame. Për çështjeve që sidomos këtë muaj e kemi në vendin tonë, qytetin tonë dhe qytetin tuaj, ka të bëj me muajin e shenjtë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nuk ka agjerim me të dashur tek Allahu pas muajit Ramazan sa në muajin Muharram. Dhe ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për ditën që patëm para 2 ditëve, shpresoj te Zoti Xheleshanu se me agjërimin e ditës së 10 Allahu i fal mëkatet e një vitit. Derisa ende vendin tonë dhe në vendet e botës të shumta flitet që Kurani, një pjesë e madhe e tina është i mshefur nga muslimanët sunni që jemi na. Çka kuptojmë me këtë? Që ata njerëz që 14 shekuj lindin dhe vdesin jashtë Islamit. Për arsye që nuk e pranojnë që ky Kur'an i cili gjendet mesin tonë është Kur'ani i cili ka zbrit nga Zoti te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdon me qenë i njëjti pa ndryshuar, pse Zoti ka thonë ne kemi zbrit dhe ne do kujdesemi për të. Ishte për disa që me të vërtet janë duke bërë shumë për një kryetar shteti, pa përmendë emrin e tij. Para 2 netëve është taku një iftar me grupacionin Alevi dhe për krahjen e madhe të tij ndaj tyre dhe për krahjen e madhe të xhamive të tyre, që ishin 530 xhami në atë shtet, sipas shënimeve të tyre, dhe ndarjen e fondit të madh për këtë grupacion
ku gjithë dietarët, duke nisë për Sheikhul Islam Taymija, për grupin Alevi, kanë konsensus që janë jo musliman. E disa njerëz e konsiderojnë si khalife e muslimanëve në kohën tonë. Me të vërtet, kjo do më thonë çka ka nevojë ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke nis nga personi i thjesht deri me i larti për ta mësuar akiden, besimin, njësimin e Zotit xhallashanuhu. Një i cili ka xhelozi për Allahun xhallashanuhu, pastaj për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj për fen islame, nuk ka mundësi me i fol ato fjalë në tobimin e armiqve të Allahut xhallashanuhu, pastaj në armiqt e muslimanëve, ku armiqësia e tyre, do sa dikush kishton edhe ata janë vëllezër për vëllezërit tanë. Armiqsinë dhe të merret që kanë përjetuar vëllezërit tonë Suni në shtetin e Sirisë ka qenë argumenti më i madh sa me të vërtetë ata kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë armiqt numër 1 parasysh nga mesi i muslimanëve. Dhe masakat e cilat i kanë bërë dhe kemi pa që me të vërtetë zemra coptohet çfarë jo është bërë djemve dhe vajzave, nënave dhe baballarëve, gjyqve dhe fëmijëve nga sektja Alevi në shtetin e Sirisë është argument i qartë se me të vërtetë ata i kanë kaluar çdo kufi të mosbesimtarëve mbi sipërfaqen e tokës. E pra ne kemi obligim që t'ia shpjegojmë të gjithë që Kurani është i plotë, kush dëshon le të beson, kush dëshon le të mohon. Mirë po, e joni është me i këshillu, e joni është me i përkujtu. Këshilla për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është e parafort me atë që thamë më sipër. Të besosh te profeti dhe te ajo që i zbriti atij. Ta nderosh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ta respektosh, ti mbidesh atij, të ringjallësh sunetin, traditën e tij, si dhe të mësosh njëri që ai la pas duke i përhapur tek të tjerët. Të urresh cilën do që urren Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe të urresh çdo person i cili urren traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ta duash çdo kënd që e don Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo kënd që e don sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të pajisësh me moralin e tij dhe të ndjekësh sjelljet e tij. Të duash shokët dhe familjen e tij dhe ti duash ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këshilla për prisit e muslimanëve do të thotë ti ndihmosh ata në rrugën e drejtë. Dhe tu bindesh atyre në ato gjëra në të cilat nuk ka mëkat ndaj Allahut xhallashanuhu, për arsye që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq, nuk respektohet krijesa kur i bëhet mëkat krijuesit. Dietarët e fesë islame prej kohëra të hershme kanë këshilluar se si duhet sillen muslimanët nga udhëheqësit ndaj udhëheqësve të tyre, pa më parasysh a janë besimtar përpikt apo mëkatar, mirë po mëkati i tyre nuk i ka dërguar në një mosbesim të hapur që dietarët e fesë islame nuk kanë kundërshti mes vete. Nëse janë mes mendimeve të dietarëve të fesë islame për veprat e udhëheqësve musliman, mes mëkatit, mes lëshimit të rrugës Zotit xhallashanuhu në disa raste, mirë po, ai gjëna të cilën e bën ky udhëheqës apo ai udhëheqës nuk e ka shpinë në kufër, nuk lejohen që muslimanët të ngriten mbi të, për arsye se ngritja ndaj tyre dëmi është më i madh se sa dobia. Dietarët e fesë islame e kanë lejuar me 3 kushte ngritjen e popullit musliman ndaj udhëheqësve të tyre, në qoftë se njëra nga këto nuk realizohet, është më mirë për muslimanët që të bëjnë durim dhe të lutsin Zotin xhallashanuhu në përmirësimin e gjendjes sa të ngriten. Kushti i parë që dietarët e fesë kanë vendosur që lejohet ngritja kundër udhëheqësit kur nuk ka kundërshti mes ulemave të fesë islame, që udhëheqësi ka rënë në kufër, që thot pejgamberi sa el kufru el bawah, do thot kufër i qartë që nuk ka kundërshti mes dietarëve të fesë islame. Në qoftë se dietarët e fesë islame kanë rënë në ujdi që ky pris është dal jashtë fesë islame, a lejohet ngritja kundër tina, kanë vendosur kushtin e dytë. Kanë thonë mundësia e ndryshimit. Në rregullin nuk lejohet largimi i të keqes me një të keqe më të madhe se keqja e parë. Në qoftë se është mundësia e largimit të personit i cili është duke udhëhequr shtetin islam, ku është plotësuar kushti i parë, që ka rënë në kufër, është plotësuar kushti i dytë, që largohet me një të keqe më të vogël se keqja që reprezente, a lejohet ngritja kundër tij, kanë thonë
me vendosjen e kushtit të tretë. Dhe cili është kushti i tretë? Vendosja e një personi musliman në vendin e jo muslimanit. Në qoftë se plotësojnë këto 3 kushte, dietarët e fesë islame e kanë lejuar ngritjen kundër udhëheqësit të tyre, i cili ka rënë në kufër, mundësia e ndryshimit është padome, dhe treta vendosja e një personi musliman në vend të tij. Përndryshe nuk lejohet ngritja kundër asnjë udhëheqësi mbi sipërfaqen e tokës. Ajo të cilën e përkuvizohem në pak fjalë janë studime akademi botërore të Ehli Sunnetit dhe Xhamatit, dhe këtë e ka sjell Dr. Basim El Jawabira, i cili është shpërblyer për librin e tina nga Emir Naif ibn Abdulaziz Al Saud rahimahullah në shtetin Arabi Saudite. Dhe kemi cek në librin tim personal në mbrojtjen e temës magistraturës, dhe e mbroj me xhelozi që nuk lejohet muslimani dhe muslimania të ngritet kundër udhëheqësit tyre vetëm me këto plotësimin e këtyre 3 kushteve, ose përkundrazi duhet të bëj sabër dhe ta lut Zotin xhaleshanu për ndryshimin e gjendjes, dhe jo të ngritet, të bën shkatrime, të vriten me mijë dhe miliona, të largohet një pabesimtar dhe të vjen një pabesimtar edhe më pabesimtar se pabesimtari i parë i cili ka qenë. Pe këshilla që muslimanët e kanë obligim të mbulojnë temetat e udhëheqësve të cilat gjenden, të ndihmojnë kundër armiqve dhe të dalin në krah aty ku kërkohet me i dalë, të distancohemi nga dredhi dhe zilia për ta, të duam për ta atë që duam për veten tona, dhe të urrejmë për ta atë që urrejmë për veten tona. Vllazni Fudajl ibn Iyadi rahimahullah thot, në qoftë se Zoti xhaleshanu për ty edhe Imam Ahmeti, thot, ma ka dhënë një lutje. Aty do ta kisha lutur Zotin xhaleshanu për përmirësimin e udhëheqësit. Për arsye që me përmirësimin e udhëheqësit ka dobi i tërë populli. Ka dobi i tërë populli. Në vendin tonë nuk praktikohet ditën e premte, xhumo, mirë po në botën arabe çdo hatib i cili e fal xhumon e lut Zotin xhaleshanu në fund të hutbes për prisin e tyre që Zoti ta udhëzoj. Që Zoti ta bëjë në shërbim të popullit për të mirat e popullit. Që Zoti ta ruan fen nëpërmes tina. Që të ketë rreth vetes së tij njerëz të cilët e urdhërojnë për punë të mira, e këshillojnë më largu nga punë të këqija. Pra, kur dëgjojmë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ditën e gjykimit 7 veta do të qëndrojnë në hijen e arshit të Allahut xhaleshanu, a ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përpas asaj hije, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ka përmend prisin e drejtë. Për arsye që me drejtsinë e tij na përfiton i tërë populli. Kujdesi i muslimanëve për këshillimin ndaj muslimanëve të parëve tonë, për këshillimin ndaj muslimanëve ka pas lloj-lloj fjalë dhe këshilla që kanë thonë. Në lidhje me fjalët e Abu Bekr al-Muzaniut, Abu Bekri radhiyallahu anhu nuk i la shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmes namazit dhe agjerimit që ka pas namaz dhe agjerim më shumë se sahabët e tjerë, por përmes një gjendje që kishte në zemër. Ibn Ulej thot, në zemër kishte dashurinë për Allahun dhe këshillimin për njerëzit. Vazhdimi se nalim edhe i këshyrim sahabët të cilët kanë pranuar fenë islame. Kokat e sahabëve që ne mburremi që i kemi pas, kanë hyrë në islam nëpërmes këshillat që i ka thonë Abu Bekri radhiyallahu anhu. Pra Abu Bekri ka pas shumë cilësi të mira, dhe një prej cilësive që është Abu Bekri al-Muzani, Abu Bekri nuk i la pas shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmes namazit dhe agjerimit, por përmes një gjëje që kishte në zemër. Ibn Ulej thot, në zemër kishte dashurinë për Allahun dhe këshillimin për njerëzit. A çfarë sevapi ka nëse ne bëhemi shkaktar që dikush më hin fenë islame? Ton jetën, gjitha të mirat që ti bën ai, të vinë ty, pa ju paksu të parit. Ton jetën, të mirat e atij që ti e ke këshillu dhe ka hyrë në islam, do të vinë ty. Do të ti nuk mundesh me fitu xhenetin me veprat e tua, parasysh që ki dhe veprat të këqija. Mi për kur ti e bosh shkaktar me këshillat e tua, më uzu një person, më uzu 2 persona, më uzu 10 persona, veprat e çatyve persona do vinë në peshon e veprat mira të tua dhe do peshojnë më shumë sa veprat e këqija që ti ke bërë gjatë jetës tënde. Fudajl ibn Iyadi rahimahullah thot, disa nga ne që arritën pozitë të lartë të Allahu nuk ja dolën duke shtuar namazin dhe agjerimin, por nëpërmjet fisnikrisë së shpirtit, pastërtisë së zemrës dhe këshillimin ndaj njerëzve.
Njëre pyetën Ibn Mubarakun se cila është vepra më e mirë, ai tha këshillimi për hir të Allahut xhaleshano. Edhe të parët tonë kanë pas edukat vllazni kur kanë dhënë këshilla. Kur të parët tonë dëshirojnë të këshillonin dikë e bënin në fshehtësi. Madje disa prej tyre kanë thënë kur këshilla jepet privatisht, konsiderohet këshill, ndërsa kur jepet në publik është fyrje e nënçmim. Fudajli thot, besimtari i ambulon të meta tjetrit dhe këshillon. I ambulon edhe këshillon. Ndërsa i prishuri ja zbulon dhe turpron. Kur pyetemi në Abbasin radhiyallahu anhu në lidhje me urdhërimin e udhëhesit për ka e mira dhe ndalimin nga keqja, ai tha, nëse duhesh ta bësh patjetër, atëherë beje mes teje dhe ti. Mes teje dhe ti. Përfitimet që nxjerrim nga ky hadith janë rëndësia e madhe që ka këshilla në fenë islame. Në hadith sqarohet se për kë duhet të bëhet këshilla, për Allahun, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për fenë islame, për udhëhesin e muslimanëve dhe për gjithë muslimanët në përgjithësi. Nxitja që këshilla fokusohet në këto 5 gjëra që përmenden në hadith. Vëret kujdesi i shokët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të mësuar çështjet e fesë. Se thonë për kënd është këshilla o i dërguar i Allahut. Fe thuhet edhe punës, sepse në hadith profeti e quajti këshillën fe. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Zoti është përblyer gjithë me fëmijët e tij.